A keni menduar ndonjëherë se mënyra se si ju e trajtoni ushqimin apo ushqimet që ju zgjidhni, mënyra se si ushqeheni, koha në të cilën ushqeheni, dhe shumë të tjera si këto, kanë të bëjnë shumë me mënyrën se si ju e jetoni jetën tuaj në përgjithësi, ose se si zgjidhni lidhje të ndryshme në jetën tuaj, se si zgjidhni miqësinë, se si zgjidhni sfida të ndryshme në jetën tuaj, apo mënyra se si ju e tresni ushqimin, tregon shumë për mënyrën se si ju mund të përballoni emocione të ndryshme, duke qenë se lidhen me çakrën e pleksusit diellor, për të cilën e kemi folur në një video që un kam postuar. Ose lehtësisht ju mund të googloni dhe të shikoni se me çfarë lidhet kjo çakër, se me që ndodhet në pjesën e stomakut, lidhet me sa ne jemi të aftë që ti përballojmë këto emocione dhe t'i zgjidhim këto probleme dhe sa konfident jemi ne në veten tonë për të drejtën tonë dhe për të zgjidhur këtë lloj problemi në një marrëdhënie të caktuar. Dhe unë e lidh shumë pjesën e ushqimit dhe ushqyerjes dhe mënyrës se si një person zgjedh ushqimin me çdo gjë tjetër në jetë, pra për mua flet shumë. Dua të di mendimin tuaj në lidhje me këtë temë. Faleminderit.